të gjithë krahëve të politikës në momentin e krijimit të saj, edhe mbështetja, edhe financiare, si nga qeveria shqiptare dhe nga Shtetet e Amerikës, dhe trajnimet dhe trajtimi që është bërë ndaj tyre. Përfshirë dhe këtë që kemi tashmë rikonfirmimin e një drejtuesi të strukturës së BK-s, e të dyja bashkë janë gjendje të kryejnë këtë detyra. Kurse policia e shtetit vazhdon të ketë ndikim. Ministri i radhës, më thoni sa ministra janë ndruar, sa drejtor përgjithshëm janë ndruar, cili e kreu dhe e mbushi një mandat. Nuk mbushet mandati nga ministrët e brendshëm dhe nuk përmbushet mandati nga drejtorët e përgjithshëm të policisë. Erdhi një moment që them bëm një progres dhe drejtori i përgjithshëm zgjidhet me votën, zgjidhet me garë, por duhet të ketë dhe votat në parlament, që të jetë një autoritet, sikurse është prokurori i përgjithshëm, sikurse është avokati i popullit, sikurse janë dhe komisionerët dhe gjithë të tjerët, që të jepet një autoritet edhe më profesional, po dhe një pavarësi politike. Sepse ai, nëse ti nuk e ke mirë me ministrin e brendshëm, o do të iki ministri nëse ke lidhje me kryeministrin, ose do të iki drejtori i përgjithshëm, varet nga fuqia dhe pesha që ka ministri i brendshëm. Prandaj ne këtë duel kemi parë, dhe këtë pamundësi kemi parë. Prandaj deputetët e zonave janë persona të cilët krijojnë trysni dhe krijojnë peshë, po themi, të gjithë strukturat lokale. Dhe pra që kosa nuk e kemi këtë forcë dhe policia nuk e ka këtë pavarësi, po e quajmë nga politika, do të kemi probleme të cilat të ndikojnë. Nuk është se policia nuk ka bërë, përkundër janë edhe punë shumë e mirë bërë dhe nga policia e shtetit. Po unë flas tek personat të cilët kanë ndikim të fortë politik. Tek ata është siklet, nuk është e thjeshtë. Edhe nëse bëni, ja unë ta them, po nuk mund ta vërtetoj, që edhe kur bën një operacion pyesin kush e ka vilën, kush e ka ambientin, pyesin kush është pronari, lidhje ka me politikën, sepse do të ketë një reagim, do të ketë një telefon. Realisht prandaj policinë duhet ta lejmë. Pse bëhen seleksionime nëse po ja, në rastin konkret, a kanë pyetur për shembull për vila e kujt është, se ne publikisht e dim që është djali i një është deputeti. Por aksioni është kryer gjithsesi. Shiko, këtu ishte struktura posaçme e policinë e shtetit. Sigurisht që kur të dyja bëhen bashkë, janë më shumë produktive dhe më rezultative. Sepse policia është zbatim të një vendimi gjykate, e cila vjen për të ushtruar kontrollin banesë. Pra nuk vjen me urdhët të policisë, as me urdhët të SPAK-ut, kërkojnë një vendim gjykate dhe vendim gjykate mund të ushtrojnë kontrollin e banesave dhe personave të cilët janë të dyshuar dhe kanë prova. Dhe indicie të cilët i jepet e drejta dhe mundësia për të bërë kontrollin në prona, në banesa, në automjete dhe në ndalimin dhe shoqërimin e këtyre personave. Atëherë në këto kushte jemi në kushte të tjera. Por policia kërkon një mbështetje më shumë, një mbështetje logjistike, një mbështetje profesionale, një mbështetje në pagesa. Çfarë pune do të bëjë një punës policie me një pagesë minimale? Se nëse nuk i ka kushtet minimale për të qenë i siguruar dhe i mbrojtur vet, nuk mund të na mbrojë as mua, as juve, as qytetarët e tjerë nëse nuk ndihet i sigurt në rolin e policit, e gardianit të rendit tonë. Grupet kriminale në gjitha rastet që kemi konstatuar, kanë mjete të shtrenjta, kanë mjete luksi, kanë para kesh me nga Toyota Yaris me 3 milion apo me 5 milion euro, tek kontrollet e tyre, sa herë mund të kontrollosh do gjesh gjysmë milion euro, 1 milion euro që janë lekë të xhepit. Dhe një punës policie, ku në atë zonë shpeshherë janë kërcënuar, vendosjen e dinamitë, sa familje punësish policie, kemi vendosjen e lëndëve shpërthyese, janë kërcënuar me jetë. Dhe është krejt normale kjo lloj situate që policia, edhe pse është në këto kushte, punët dhe rezultatet e saj kanë qenë kurajuese. Por thash, ka nevojë për një mbështetje më shumë, e parë në anë financiare, e dyta në kompetenca më shumë, jo vetëm ligjore, por në hapësirën që mund të jepet drejtuesve të lartë të policisë së shtetit. Dhe mundësia që lëvizjet e shpeshta nuk i bëjnë mirë dhe vetë policisë, por sigurisht e kontrollet nga qendra ose për shkak agjencia mbikëqyrjes policore. Dhe ajo do është një levë shumë e rëndësishme për të goditur nëse ka dhe korrupsion brenda strukturës policore. Se jo në pak raste kemi evidentuar që oficerët policie e kanë trajtuar organizatën, e kanë trajtuar drejtimin e strukturës policore dhe kanë qenë pjesë. Dhe rastet e fundit të arrestimeve treguan që oficeri i dyshuar i strukturave jo të vogla, po të rëndësishme, sikurse është struktura antiterrorit apo e forcës operacionale, ose oficerët të forcës operacionale, shoqërojnë personazhe të lidhur me krimin ose personazhe të krimit. Rasti i Martinaj apo rasti i fundit në aeroport tregon edhe një herë që kemi dhe inkriminim dhe kjo tregon edhe një herë vështirësitë që ka
struktura dhe kupole e policisë për të shkuar deri në fund për zbatimin e detyrave të saj. E qartë, shpresojmë shumë që të ketë një ndërgjegjësim edhe në radhët e policisë, por edhe të politikës dhe shtetit që patjetër të vëjë sigurinë edhe më shumë mirëqenie për